Jemi sërish së bashku me piktorin Reshat Ahmetit dhe siç edhe po bisedonim, do doja që të ndalesha në një aspekt që besoj se më mirë se ju nuk ka kush të më tregoj tjetër. Ju i përkisni një kohë në rinin tuaj, në fillimet tuaja të karrierës, kur teknologjia nuk ka qenë siç është sot. Dhe sot po thoshit se i ka edhe ato anët e veta negative. Pse keni këtë mendim? Merret se më kujtohet ekspozitat që kishëm në New York, duhet të dërgoj letër e cila do të arrinte për 7 ditë në New York, pastaj edhe 7 ditë të kthehet letra edhe përgjigje. Ndërkohë sot duhet për 7 sekonda. Me 1 sekond tash i të gjitha informatat. Më kujtohet edhe veprat kur i dërgojsh, atëherë nuk kishim mundësi për webfaqe, nuk kishim mundësi për të dërguar fotografitë e veprave. Duheshte me vetët i barti origjinale dhe bëjshim slide pikturave që t'i shohim veprat. Tash që punë soset për 1 sekond, që janë privilegje. Mirë, për njëtën kohë, gjithashtu ata mund të abuzohen, mund të shfrytëzohen, mund të keq përdoren. Unë shoh shumë plagiatur kemi në media sociale, do më thonë shumë artistë të cilët përpiqen sa më shpejt të jenë të famshëm, të jetojnë ata iluzionet e famës, përpiqen të kopjojnë duke shfrytëzuar AI, duke shfrytëzuar të gjithë që këta. Ashtu që formohet një realitet i rrejshëm krahas asaj realitetit real. Pra, çdo gjë që e ka të mirën e ka anën të keqe. Unë besoj se me paraqitjen e fotografisë, më kujtohet e fotografi Nipshet, mund duke se quhet, e paramendohet fotografin obskura, kamerë, me të cilën pamjet vizuale i transferon në mënyrë të maqinës, pastaj dhe fotograf tjerë. Në atë kohë, artistët mendoshin se tani do vdesë arti figurativ, se dikush tjetër një maqinë bën vizualitetin. Megjithatë, përsëri mbijetoi arti figurativ, fotografia tash është veç, është një lëmi tjetër, kemi fotografi artistike, kur tani në atë fotografi nuk varet aparati, nuk varet, po varet syri njeriut dhe shpirti njeriut. Ashtu që mendoj derisa maqineria ose bota digjitale nuk e ka shpirtin, arti do mbijeton. Në momentin kur bota digjitale ose AI do ta zbërthejnë shpirtin e vet të ekzistimit, atëherë se ekziston një paralelizëm dhe do ta zaventësoni njeriun. Megjithatë, bazat e qenies njerëzore janë aftësia për art, kulturë, që janë më tepër spirituale, ndërsa maqinat dhe bota digjitale që i prodhon njeriu, do të thënë sa informata i jep programit e kështu me radhë, që ata informata do t'i jape dhe t'i prezentone. Çdo gjë që shohim në AI janë produkte njeriut, i cili ka dhënë si informata programit dhe i reprizon informatat që i ka. Mirë po, faleminderit Zotit, tani ende AI nuk e ka shpirtin të krijone dhe ta kuptone ekzistimin e vet. Do të thonë i merr bazë informatat që vetë njeriu i ka dhënë. Qoftë edhe ata informata të rrejshëm. Për shembull, mbi vete mund jap informata se jam 2 metër, se i kam sytë të kaltërta, dhe informacioni do t'i jape programat të gjerët. Në realitet nuk jam ai që jam. Pra, derisa kjo huti që ndodh se do të jetë rrezik të artit, është me të vërtet në aspektin pragmatik, aspektin financiar. Për shembull, tani kinezët kanë bërë një shtyp shkronjë, me të cilën mund ta bënë pikturën me shtresime, me poteze të jetë e njëjta. Do më thonë, e merr për lëkurën dhe e prezanton njëjtën vepër. Mirë po gjithmonë ajo do të ketë epitetin se është AI, nuk është prodhuar nga njeriu. Gjithashtu më kujtohet kur paraqitet grafika digjitale. Ishte një inovitet edhe shumë artistë që mirëshin me grafikë ose pavarësisht prej asaj bëshin grafika digjitale. Megjithatë, ajo nuk e zaventësoi grafikën tradicionale. Teknikat akfatint, gjilpërrethat, ajo që e bën njeriu s'mund të jetë e njëjta që e bën maqina. Që e bën natyra. Ja, për shembull, ne kemi këtu të gjitha elementet që ka bën njeriu, karriken, astallin, do të jetë njëjtën formë dhe nuk ka lëvizje. Do të thonë, është produkti i njeriu pa shpirt, por jetë për konstant ashtu që është. Unë besoj se në të ardhmen dhe definohet se kjo është një produkt i ri të civilizimit njerëzor, e cila definohet si AI, jo si produkt i njeriut. Thatë se kur është shpikur fotografia, jeni ndjerë të kërcënuar në botën e artit, sepse mund të zëvendësonte pikturën.
Po sot, a ndjeheni të kërcënuar se inteligjenca artificiale mund të zëvendësoj pikturën, e përmendët se gjithsesi në fund aty do shkruhet se kjo është e prodhuar nga AI dhe jo nga dora e njeriut, por ka edhe për atyre që thjesht duan që të kenë një vepër të bukur në mur, nuk është që e kanë shumë rëndësi se kush e ka bërë. Si mendoni? Çfarë janë mendimet tuaja subjektive në këtë aspekt? Natyrisht është atraktive, merr diçka në një produkt që është i kësaj kohe, edhe për 10 minuta e ke atë produktin. Por nuk dihet e njëjta gjënësi se do një qenje e gjallë që ka shpirt e ka bë atë produkt. Por edhe kur do të shohësh produktin i cili është prodhuar nga AI, është e pa shpirt. Ne kemi fotogram, domethënë daguerreotopia kur paraqitet portrete, fotografie dhe piktorët mendojnë nuk do të bëjnë kur portrete se kemi një aparat e cila mirë po sune e zavendësoj artin, është e pamundshme çdo gjë që prodhon njeriu ta zavendëson e njeriu. Unë para se përmenda, derisa ai nuk e kupton ekzistimin e vet, si ne tani, si qenie njerëzore, nuk e kuptojmë spiritualitetin, pse ekzistojmë kështu me radhë. Kur do të kupton ai për çka ekziston, kur e merr domethënë forcën e ekzistimit të vet në duart të vet, atëherë civilizimi njerëzor është me të vërtetë në rrezik se zavendësohet nga një botë biologjike, spirituale, vazhdojnë në një botë digjitale me parametra të tjera me të cilën ne na zavendësojnë neve. Është një rrezik si filmi Matrix e kështu me radhë, mirë po ata jo në oazët të fantastikës. Megjithatë qenia e njeriut është përbërë nga biologjia, nga shpirti, nga kreativiteti, nga fantazia, të cilat bota digjitale nuk i posedon. Bota digjitale janë vetëm informacionet me të cilën ai manipulon. Vetëm figurativja? Jo, ata janë informacione, pra nuk janë, deri tani nuk janë produkti kreativitetit vetë të AI-s. Është produkti informacioneve që i ka dhënë njeriu. Momentin ty kur e hek prej rrymës vdes, që do thot përsëri ne jemi zoti të ekzistimit të tyre si ne si qenie njerëzore paramendojmë një forcë e cila ndikon në ekzistimin ton. Edhe bota AI domethënë ekziston prej njeriut për shkak se njeriu e ka prodhuar edhe sekond ta hekë prej rrymës mbaron. Momentin kur AI do ta kuptone ekzistimin e vet, energjinë e kështu me radhë, atëherë s'është besoj se rrezik për njeriu. Por kur AI s'mund ta zavendësone produktin e veprës shpirtërore, artistike që e prodhon njeriu. Se njeriu, për shembull, përveç informatat që i ka, AI vetëm me informatat manipulon, nuk manipulon me kreativitetin. Domethënë bën kombinime të informatave. Ndërsa piktori, unë si piktore, filloj me një informat, kam njohuri për artin figurativ, mirë, po gjatë procesit të punës unë veç më lindin ide tjera. Reja, të papërdorura. Ashtu që gjatë procesit të krijimit të veprës tek unë ndodhen shumë gjëra tjera. Ndërsa në botën AI është vetëm informata të qartë që bën manipulime jashtë asaj nuk del. Ashtu që nuk do të jetë rrezik sa i përket kreativitetit, imagjinatës që e ka njeriu, por do të jetë rrezik në aspektin ekonomik, ma vdet, ma pragmatik, pse ta paguën piktorin $5,000 për portretin kur mund ta marrën ai. Por gjithsesi edhe në atë kohë do të ketë dhe kush do jetë privilegjuar se ka veprë nga artisti gjallë. Do jetë më shumë. Si me përmenda parës me grafikën digjitale, në fillim ishte shumë atraktiv. Tani të shkosh në New York, në galeritë dhe thotë se kjo është grafik digjitale dhe vlen $10. Ndërsa grafik e cila është bërë me dorë handmade kushton $10,000. Domethënë përsëri ajo vlerësimi atë që e ke bërë ty është shumë e rëndësishëm. Është si puna e produktive të drurit, nëse marrim një shembull të thjeshtë, se makineritë tashmë mund të bëjnë në forma të ndryshme dhe ta realizojnë 3D. Çfarë të duam ne? Mjafton me një fotografi vetëm ta vendojmë, por ama sërish ata të cilat janë të punuara me dorë janë shumë të kushtueshme, janë shumë të kërkuara, janë shumë të bukura në disa raste. Kështu që jam plotësisht dakord me këtë. Më precize, më estetike, se aty nuk ka emocion, domethënë. Po. Dora e njeriu gjatë procesit mësimor mund të ndodhe diçka shpirtnisht dhe ti diri dhe dora, dhe ashtu me radhë. Mirë, po çajo mosmëshmëria e njeriut është ajo e ngrohtësia, domethënë që është. Çka është e bukura, më e mirë. Mund të jetë të gjitha parametrat e bukurisë, përsëri mos e ke gjendjen e bukurisë. Mungesa e asaj me parametrave të bukurës është ajo e bukur. Përsosmëria, ç'është bashkë e kundërta asaj që nuk je i përsosur, je i përsosur. Për shkak se çdo gjë që ka vibrime, emocioneve, shpirtit është më tërheqëse se ajo që është e ofruar
shumë thjesht, shumë edhe përjetimi është i sekundar dhe pastaj nuk... Ja, për shembull, është tash ka edhe shumë probleme sociale me këtë botën digjitale. Shumë fëmijë nuk kanë shok të gjallë, live. Edhe ka kështu dhe parsulete kur thotë, mami, kam një shok live, do më thënë të gjallë. Ma shumë i lumtur se ka gjetë një shok që mund të komunikoni se sa me botën digjitale ku janë shok të fiktive, ku ne prezentojmë veten në superlative, kështu me radhë, i shihni goca të ri, gjem të ri, e tregojmë veten shumë të bukur në fotografie, shumë të arritura, bire në Facebook, shef sa të mençur janë kështu me radhë, do me thonë, fillon një botë jo reale, me atë që shpresojnë se do të arrijnë diçka, shpejtësia e jetës e kështu me radhë. Ajo shumë i rrezikshëm për civilizimin njerëzor në tërësi, me këta fake news, me këta gjërat të cilët janë informata të gabuara, informata me cilën informojnë realitet tjetër, unë besoj, ndoshta jam edhe utopist, kur diçka që është artificiale mund të prezentone diçka që është shpirtërore. Edhe nuk do jetë asnjëherë më e bukur. Jo, se kur bërshën bota artificiale, AI mund të aprodhone një qenie njerëzore që ka zërin tenor ose bariton. Ne kemi patur tash edhe në këtë kohën e muzikës turbo, të cilat këngëtarët tregojnë vizualiteta, nuk kanë asnjë farë zë, edhe përpiqen me makineri ta tregojnë se ka një zë të tjetër dhe kur ndëgjon live duhet i mbyllish vetë. Ashtu që kurs mund ta zaventson ajo që të jep natyra. Manifestimin për art figurativ është talent, gen që e Zoti. Edhe fëmija, për shembull, vizaton, fëmija këndon. Ato janë parametrat të ekzistimit të qenies njerëzore. Unë shpesh kam biseduar edhe me artistët bashkohor, të cilët thonë, ja, tani s'ka nevojë më piktori të vizatone të marrë brush, të marrë laps, tash të mirët me botën digjitale. Mirë, po përsëri në provimin pranues të fakulteteve përpiqen i kanë që sa e din lapsin se sa e din vizatim. Edhe nëse konkuron në fakultetin e muzikës, nëse konkuron për tenor, duhet kandidati të regone hapësinë e zërit, edhe hapësinë e instrumentit. E kështu me radhë. Tjetër është kur një kompozitor ose muzikant i bën muzikën me dur të vete, se sa kur ai e prodhon muzikën e Chopinit e kështu me radhë. Për shkak se kjo është një dimension tjetër. AI, do të thënë, inteligjenca artificiale kurs mund të zaventësone inteligjencën shpirtërore. Mund të jetë ardhmëria vetëm inteligjencë artificiale. Mund të inteligjenca artificiale të zaventësone qenja njerëzore. Se dim çka të ndodhet në ardhmen. Mundet qenja njerëzore si qenje biologjike të zhduket. Mirë, po këta janë në fantazit, në filmat fantastike ku mund të ndodhë ajo gjë. Mirë, po kur nuk është zaventësim. Mund të jetë vetëm një ofertë e re, e cila mund të bëne shumë telashe, por edhe privilegje. Tregova privilegjin më parë. Tani e kam web faqen, dërgoj për një sekond biografin, veprat edhe me njërë marri përgjigje. Ata janë privilegje që e lehtëson jetën e artistit. Të gjitha ata të cilët kanë marrë kopje, tash kemi e printon pikturën edhe merr për $10 kështu me radhë, do të thonë aspekt ekonomik e social mund ndikone, por në përgjithësi unë besoj, ndoshta jam utopist, se asgjë që është artificiale mund ta zëvendëson atë që është shpirtërore. Dhe jam plotësisht dakord me ju për këtë. Ndërkohë, siç përmendëm që në fillim, edhe Studio Gilbi ka bërë dhe një reagim, madje dhe përmendët dhe ju se i keni parë, por ç'mendim keni për këto portretet të cilat janë në forma anime apo në forma të ndryshme, jo vetëm në formën e pikturës. A mendoni se është diçka që është okay ta bëjmë, fundi apo i përshtatemi trendeve, ose jeni sërish për atë që nëse duam një portret familjar të drejtohemi tek një piktor që bën portrete familjare dhe thjesht ta kemi një kujtim të bukur. Vetëm se të bëjmë kështu fotografi, të shtojmë plus fotografi në telefon. Kur mund të kemi një vepër origjinale tonën? Ja, për shembull, vepra artistike nuk është vetëm në aspektin estetik e bukur, e ka bën një portret të bukur, por në vepra artistike dëshmon kohën, hapësirën ku ka jetuar një gjenerat. Një vepër artistike të Leonardo da Vinci më nuk shitet. Jo për shkak se është vepër magjike dhe s'mund të përsëritet. S'mund të përsëritet koha, momenti, s'mund të përsëritet historia, po autori. Shumica kur do të thënë, do të kemi edhe, ne i thonë modernizma, kur do të thotë unë kam portret të AI, tjetri do të lavdërojë, jo, unë kam nga një piktor origjinal, i cili ka paguar, domethënë përsëri, unë besoj se nuk është rrezik
është argëtues, është mirë kur portretin tënd e programon dhe e bën si pikturë, si vizatim, si kështu me radhë. Ka mundësi të ndryshme, kemi programe të ndryshme me të cilën, por është në suazet të argëtimit, të momentit e kështu me radhë. Mirë, po të kesh vepër nga artisti gjatë, është mrekulli, i cili ka bërë me dorët e veta, me shpirtin e vet. Gjatë procesit të krijimit të asaj vepre, ai artist ka përjetuar shumë kategori emocionale, që nuk ka qenë i disponuar, ka qenë i disponuar, ka qenë i fokusuar në veprë, nuk ka qenë i fokusuar. Domethënë, është një proces me të cilën ka shpirt dhe ka ndjenjë. Edhe kur do ta vendosh atë vepër, i cili është produkt i shpirtit dhe ndjenjave, është shumë ndryshe se një produkt i cili është perfekt, por asgjë aty nuk ka që të përcjell emocion. Nesër më nuk e sheh fat portret. Si do ndjeshit ju nëse do e shihnit një vepër tuaj janë të gjeneruar nga AI dhe të postuar në rrjetet sociale? Po edhe kam parë, realisht. Po, kam pyetur ai, kush është Reshat Ahmeti, edhe te përgjigje. Ti e përgjigjet ata që i kenë database të ashtu. Pastaj që edhe veprën, nëse duan në veprën ta bëj, ti bëj kombinim pikturën më parë dhe pikturën edhe mund t'i bëj kombinime të tilla. Mirë, po ndodhet brenda një sekondi edhe ti nuk ke asnjë farë përjetim të procesit të krijimit. Arti nuk është vetëm produkti, është procesi. Procesi ai të cilën e bie produkti. Dhe atë proces e blen konzumenti i artit, jo produktin final, vetë procesin e produktit. Ndërsa bota artificiale nuk ka proces, ai vetëm realizimin e informatave dhe i vendon aty që mund të jetë perfekt. Mirë, po gjithmonë dhe mungon e diçka. Besoj se thjesht kjo fjalia se ne blejmë atë procesin, atë ndjeshmëritë përgjatë krijimit të produktit final dhe jo me qëllimin e produktit final, përmbledh të gjithë këtë të cilën ne e folëm dhe sot. Ishte kënaqësi dhe shpresoj që inteligjenca artificiale të zhvillohet në suaza të tjera dhe të zhvillohet më tepër, por ama pa humbur kuptimin dhe rëndësinë e origjinalitetit në të gjitha aspektet. Unë kishim thonë që s'ka nevojë të shumë të brengosemi, ajo do të jetë një dukuri e re me të cilën civilizimi njerëzor do të adaptohet, por kurse nuk s'mund ta zëvendëson njeriu. Ju faleminderit për. Shpresoj të jetë ashtu. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.